Harrove. Edhe KLP-ja ka zë këtu. Tani jemi të KLP-ja. Jo, tani jemi të KLP-ja, më falni. E dini ju që 80% e prokurorive të Shqipërisë nuk kanë prokuror të emëruar, kryeprokuror të emëruar. Drejtues. S'kan drejtues të emëruar. Çka tregon dy gjëra. Ose tregon falimentimin total të sistemit, se është jashtë çdo lloj ligji, kushtetute, rregulli. Shteti kanë 5 vite që kanë emëruar gjithsej 3 prokuror rrethësh, kryeprokuror rrethësh. Dhe të gjitha janë ose i rjepin me nga 500.000 euro atë që do emërojnë. Nuk e di cila është. Ose ka një falimentim të plot të sistemit, ose ekziston një sistem gjobe që emërohet ai që arrin tek 500.000 euro. Cili është ai e gjeni vetë ju, kush mund ta shkopësh do për rrethe se kush po bën 500.000 euro. Po që të sillesh në këtë mënyrë me shtetin, dëshmon që je një korporat antishtet. Se përgjegjësia, ligji, kushtetuta, kërkon që qarku, rrethi, të kenë kryetarin e institucionit të akuzës. Kurse këta e lënë, po s'kan faj këta. Se dhe ju heshti para këtyre, dhe ju s'duhet heshti kur para këtyre. Se në qofë se ka antishtet në veprim, ky është antishteti. Manë prokurita dhe ku akuza, që është gjë më e prefte një shteti, që jemi realist, am të apo jo. Dhe lën akuzën, pse lën akuzën? Pa drejtim, me të komanduar. Kështu janë edhe gjykatat. Po ky është korporatat. Këto janë korporatat. Ky është sistemi korporativ, i turpshëm. Zoti Berisha, ju keni folur shpesh. Ky është sistemi George Soros. Zoti Berisha